Ke ndonjë histori interesante që ndoshta mund ta ndash me ne kur dilën rrugë, si të shihnin, çfarë komente zgjoje? Se tani ti ishe edhe i famshëm, bura, kupton? Do të thënë, më kujtohet vetëm një rast që bëj diferencë, sepse ti je për ditë në një qytet vogël dhe njihesh me njerëzit, sepse qyteti vogël ka vajë qyteti vogël. Ti njihesh me njerëzit, dihesh kush je. Në kohën që luaja me ekipin e U17, 16-17 vjeçarë, domethënë para triti, themi ne. Nuk është se normal që njerëzit mbaj mend unë ndeshjet që zhvilloheshim ne, kishte njerëz sa dush, te fusha vjetër nga vajzë, domethënë aty ku ne stërvitshim mbushej njerëz sa dush. Do thonë, mund të ishin çdo ndeshje që ne bënim kampionati, aty mund të ishin 500 deri në 700-800 vet. Mos them dhe më shumë. Kishte interes domethënë, se futbolli ishte në atë kohë. Çka kishte ka vajzë, kishte gjë tjetër. Fabrikat që kishte ndërtuar verë dhe futbolli. Mirë që kemi dhe pas dhe plazhin aty, plazhin e Golemit. Që ka qenë me vërtet shumë e bukur, por që tani Një histori tjetër kjo. Histori tjetër. Dhe në momentin që unë kaloj në ekipin e parë, ta 18 vjeç, marr ftesën e parë nga ekipi kombëtar. Atëherë ka marr ftesën e parë për unë 19-at. Në ndeshjen e parë që organizohet. Ishte akoma komunizmi, Komunizmi pra në 88-89. Dhe ne kishim një ndeshje dhe kemi pas një ndeshje në Francë. Me Francën. Po, në ra me Franca. Dhe kjo ishte era parë që unë i kisha jashtë. Dhe kur u ktheva, morëm në palë jeans, në palë atlete, në gjë kështu se s'kishte. Më vjen për qeshur se në fakt jeanset kanë qenë luks në atë kohë dhe kush kishte jeanse ishte i pari i vendit. Vetëm ato që dilshin me maune që bësh në rrugë jashtë shtetit, vetëm ato kishin jeanse. Kam unë babaj në një shoku tim, avokati tim Anx Gjani, Lut Gjani, dhe ai për shumë, ai ishte bote rrugë me maune jashtë shtetit, ai kishte jeanse për shumë. Ishin njerëz me pikatore, Ju shkuat në Francë atje dhe ti bleve jeanse. Ne, bravo, ca gjona kështu, ca gjona për familjen, ku ta diu. Ti kërkonin për xhiro Altin, për jeanset. Jo. Miqe shok. Jeanset, ja. Jeanset nuk ti kërkote njëri kështu, po maksimumi një çmçakiz në gjë kështu. Në Paris, Jo, në Paris ne kemi luajtur me një qytet Angers. Në Angers. Në Angers kemi luajtur ndeshje dhe pastaj kur u kthehem kavaj, patjetër unë i vesh ato dhe dola. Dhe njerëzit, do të thënë, çuditërisht, deri dia unë diçka dhe do të thënë ai që më njifte Altin mirë si kalova. A ditë do më thonë me burra gra, me quna 3, goca 3, qa ishin do më thonë, shifshin gjithë kështu si ku po shifshin njëri tjetër, do më thonë, kësë do tjetë ka vajës, do më thonë, si kur s'njifshin mua. Kush i di nga ka ardhur, së shvjen Ali. Nga ka ardhur, pas sa kujtë, Altini. Kjo është që majmen... Ka që ndryshë dukesh në atë kohë, që se ti meri një gjë të jashme për shumë. Njëri tjetër, Durrësi, qytetet e çanta si Durrësi që kishte portin, kishte shumë njerëz që dilshin jashtë shtetit me anije, me marine, me kështu, me maune. Dhe Tirana patjetër si kryeqytet. Po qytetet e vogla pastaj. Shifshe shumë njerëz me xhinsa, po qytetet e provincat vogla si Kavaja, po rrethet e tjera nuk ishte shumë njerëz me xhinsa, me pulovra, me atlete. Ishte e çuditshme. Sa i takon futbollit në fillimet e tua, talenti ishte i dukshëm dhe i padiskutueshëm, por nga ana tjetër na kanë thënë edhe trajnerët edhe mësuesit tanë që po nuk pati disiplinë dhe punë konsistente, të lodhesh me gjithmend, nuk arrin dot rezultatet. Si qëndronte, po them, në fillimet e tua kjo pjesa e disiplinës edhe e punës? E kishe të natyrshme apo do duhej ta sforcoje pak veten që të qëndroje në... Se tjetër gjë është kur luan për qejf dhe tjetër gjë është pastaj kur ti ke një përgjegjësi tek ajo gjë që bën. Kam përshtypjen që jam rrit mirë nga prindët e mi, sidomos babai se ka qenë edhe si thash, njëri i shkollum, njëri edhe sportist. Edhe mësues nga edhe mësues, edukator. Ishte pedagogjin, po them. Pedagogjin dhe them që jam rrit mirë. Jo se nëna ishte më pak, por nëna ishte më pak e kualifikuar në këtë drejtim. Ishte më shumë shtëpiake që merr me punën e shtëpisë me atëherë, domethënë do të ishte patjetër gruaja e shtëpisë, do të ishte do merresh me gjitha, do lante rrobat, do gatunte, do i të dhën punë shkreta. Kështu që do merrem me fëmijët. Në këtë aspekt them që
kam marrë edukim mirë nga prindit e mi dhe nuk kam pas probleme në jetën time disiplinore. Edhe kur isha në Shqipëri, kam qenë gjithmonë korrekt dhe i mbasha planit, mundoja të mos devijoja nga asgjë. Nuk shquesha për një fëmijë grinavec apo që bëja probleme. Nuk kam qenë kështu, por kam qenë impulsiv, fakt. Sidomos kur më bëja pa drejt, qoftë nga shokët e mi, po edhe nga një tjetër, e thoja, nuk e mbaja. Domethënë me kërku drejtën time. Kam qenë impulsiv. Kjo impulsiviteti në disa raste edhe më ka penalizu. Gjë që kur shkova në Gjermani më shumë, kur shkova në Gjermani për shembull, 2 vitet e para kam marrë 4 kartona të kuq. S'ta përtojnë fare domethënë. 4 kartona të kuq. Se gjermanët janë hello, edhe pastaj vazhdon fytyra. Dhe më e forta ishte domethënë kartoni i kuq i parë që mora. Aty rand sy impulsiviteti i këtij personi dhe fillon pastaj gjithë mbrojtësit që lunin kundra me më provokojshin vetë, se ky do bi brenda. Kjo është pika dobët e Altinit edhe le të shfrytëzojmë këtë. Më fuçin ai pickume këtu gjatë kohës, pas se do topi ishte anë, më fuçin ai pickume, unë ja fuçam bryl. Tu karton e kuq unë haja. Do të tërtim po dha aty po thaj fillova të mësoj, thash o prit më. Edhe Gjermania të disiplinoj akoma më shumë. Jo, pas 4 kartonave të kuq nuk e vëm diskutim që do vije dhe disiplinimi sa i përket impulsivitetit. Po diçka më ka bërë gjithmonë shumë përshtypje me futbollistët. Ne pak të vritemi edhe bëjmë namin Altin, namin bëjmë. Mos të them që fillojmë duke qarë për një kërvishtje ndonjëherë. Si ja del të luash ende në fush, edhe pas atij rrëzimi që duket aq i frikshëm edhe aq dëmtues në sytë e neve spektatorëve të paktën. Tani, çdo dëmtim ka ato specifika të vega, që futet shumë aktrim aty brenda nuk diskutohet. Që futet shumë aktrim aty sepse ç'a ndodh? Në futbollisti ka një qëllim që futet në fush. Okej. Mori sa më shumë faulla, Po. Bëj sa më shumë gola të fitojnë ndeshjet. Ky është qëllimi. Okej. Dhe ti arrish gjithë ato duhet dhe çika aktrim brenda. Jo vetëm futbollist, por edhe aktor. Duhet dhe çika aktrim aty. Por unë flas nga eksperienca ime personale. Nga herë ka aq dhimbje sa ti sta me Armenia. Ka aq dhimbje sot është bërë shumë e lehtë, sepse mënyra e arbitrimit sot janë fut shumë rregulla që e kanë disiplinuar jashtë mase, po në kohën time që luja unë nga mongër shkelma pa hesap, unë disha nga herë, jo nga herë, për shumicë raste me kavile, kaq nga fusha. Se nga që isha tipi shpejt, gjithmonë e fuça koma përpara kundërshtare dhe vite taka direkt te koma ime, te kavilet. Dëmtimi më i madh që ke marrë që mund të ketë rrezikuar edhe karrierën? Kjo. Unë kam pas fat sepse 80% të rasteve të futbollistëve profesionistë të gjithë kanë nga i dëmtim gjuhë, o ligament, domethënë hajnë thikën gjuhë, operacion. Unë shqyr zotit s'kam marrë një jetën time, maksimumi ka marrë një gjilpër në muskull, te muskujt, apo dhe te kavilet, se kam luajtur për shembull, e kisha kavilën e ajt me kaq, duhet luaj patjetër se isha lojtar i kryesor i skuadrës. Më bën gjilpëra që më sa ndjeja dhe u fuça në lojë. Domethënë, sot është e pamundur, nuk do. Çan to more koncept. Jo vërtet, jo nuk është futbolli aq i lehtë sa duket nga jashtë. Jo, i lehtë nuk e vën në diskutim, edhe zakonisht nuk e di pse e komentoj Egon, që ne jemi aty në rehatin ton duke ngrënë ndonjë gjë, mund thjesht të pashëndetshme, edhe duke thënë, po bëje more gol, pse se bën gol. Po hajde ta bëj gol i shkretin. Ka shumë sakrifica futbolli. Jo vetëm në kohën tënde, po them edhe futbolli më përpara ka qenë shumë i egër. Edhe më përpara se unë ka qenë akoma më i egër. Më i egër, fizikisht. Ka rregullat duke përmirësuar çdo vit. Tani për shembull ka kulmi. Kur bën një faull. Ta prekësh pak se faull. Kur bën një faull që është i rëndë, ti del direkt në karton të kuq. Nuk ka shans. Edhe mos ta japi arbitri, aty ke sistemin VAR që e shef aty ta kthen nesh edhe mas 5 minutash. Kur thotë ai ka bërë gabim atje, s'ka nxjerrësh jashtë. Ndërkohë që për të njëjtat raste të rënda në kohën tënde, çfarë merri? Një të verdh maksimumi? Po çama më raste të tilla që sot jemi në karton të kuq. Unë nga mongër me qindra e mos të me mira
goditje si puna atyre smirta as ka karton të verdh. Vetëm faull. Ka qenë futbolli shumë më i rëndë edhe shumë më cinik se sa i përket kartonave, nxjerrjes kartonave, pra nuk nxjerr kartoni shpejt. Duke parë se çdo gjë vjen me statistika, duke parë që kishte dëmtime të shumta, të rënda, erdhën edhe rregullat më të rrepta, si më thon. Po nga ana tjetër, më të sigurt. Nga ana tjetër kjo nuk se jemi kështu ne amatorët gjithmonë nga jashtë, unë dhe Viola që e shohim nga jashtë. Sidomos ti, po edhe unë nuk jam shumë larg teje, beso. Nuk e ka bërë, po themi, futbollin më pak dy luftues, po themi më pak të dhunshëm, nëse mund ta duke qenë se është më pak i dhunshëm, nuk është dhe më pak dy luftues. Pra ne kemi një prirje që ata futbollistët e hershëm ti perceptojmë si gladiator, si më të përgatitur fizikisht në parametra, pra i jepnin vërtet shpirtin në fushë. Po ne e kuptonim këtë nga aspekti fizik, se ne nuk e dim se çfarë mendon futbollisti brenda. E kupton, po e shohim që ai bie, çohet prap, triblon dhe bën gol. Dhe pastaj shohim Neymarin sot që rrotullohet, shkon deri atje duke u rrotulluar dhe themi që ka një dallim tani te qasja e futbollistëve nga atëherë tani. Dgjoj. Ma shpjego tash se u zgjata shumë. Ta shpjegoj me dy fjalë sepse kjo është temë shumë e gjerë dhe është diskutim shumë i madh. Unë ty do t'jap dy aspekte, po du t'i shohësh në video. Du t'i shohësh ti vetë në video, du t'i shihni domethënë ju me sy. Në video, një skem të futbollit viteve 80, 78-80, dhe unë kam këtë në dy aspekt, në dy ndeshje. Barcelona me Maradona që lutet me Barcelonën, dhe një kampionat anglez që lutet një që është sot aktor filmi, dhe në atë kohë ishte mbrojtës një skuadre në Londër, West Ham nuk e di domethënë, ishte mbrojtës dhe aty nuk i thrisin emrin, i thrisin Kasapi. Okej, je imagjino. Domethënë ai se njifte topin, ai shifte vetëm kundërshtar. Domethënë ai lutet nga kampionat anglez. Ai s'luante me top, ai luante. Nuk e di si e ka emrin, nuk ja gjet, është aktor filmi sot. Do ta gjej patjetër. The Butcher, Kasapi. Ora ashtu i thrisin ato aty. Dhe në qoftë se ti ishe vetëm këto dy aspekte, që ai nuk ka interes për topin, nuk i intereson topi fare, po i shko vetëm me ngretat e najër. Po. Kjo ka sot po flasim, nuk ka shans ndodhi sepse ai dënohet me burg. Nuk dënohet Lisandro Martinez, jo me të kuq. Jo me të kuq me burg, e kem burg. Se është një lloj sikur po të bim me thik. Domethënë se unë s'kam interes për to, më duhet vra vetëm ty. Po çfarë kuptimi ka kjo? Po kështu ka qenë për atë kohë dhe ky është evolucioni i kësaj që unë sapo përmenda, domethënë që nuk ekziston më kjo lloj lufta për top është sot. Sepse futbolli është Terry Butcher. Bravo, ai është. Unë e gjeta mbi emrin Butcher. Ai është. Kasapi. Jo, po një gjë se kuptoj tash se sado agresiv të jesh, edhe sado rregullat të jenë po themi të papërpunuara. Ti ke hyrë në fush për të luajtur me topin, sado agresiv ti jesh ti, duhet të vjesh. Se u shokova një moment nga këto pamje që gjeta në Google. Është çfarë kuptimi ka kjo domethënë? Jo, dëgjoj, futbolli që është sport. Që është lufta brenda nuk diskutohet sepse ti ke kundërshtar dhe ke shumë kundërshtar aty. Problemi është që ky evolucion që ka ardhur ka qenë domosdoshëm, jo për të penguar luftën sportive, sepse lufta sportive nuk ka lidhje me këtë që po them. Jo, sigurisht. Domthon aty bëhet fjalë për shëndetin e njerëzve. Lufta sportive ti mund dëmtosh sot. Por jo qëllimisht. Pra unë futem për top, ka pa dashje konën tënde. Okej, ndodh. Dhe ti do mosh kartonin e verdh. E kupton? Edhe ky karton i verdh, ty t'jep mundësinë e paralajmërimit që mos më bë prapa të dorën kur të futesh për topin e dytë do mendosh dy herë se po morë edhe një të verdh del jashtë. Më kupton? Dhe ama loja e futbollit në vetvete, cilësia e futbollit është rrit. Sepse këto ndërhyrje dëmtonin futbollin. Nuk e lënin të se përpara, pra nuk ja heqin bukurinë e futbollit. Se futbolli është art më. Me këmbë do e marrësh topin. Ti me dorë e merr topin, edhe me zi e hudh atje. Këtë do e hudhësh me këmbë. Dhe për ne është art, është sporti më i bukur në botë. Dhe më interesant, sepse ti ke dy këmbë, edhe do ecësh, edhe do ecësh me topin. Edhe do e hudhësh pas, edhe do bësh gol. Pra sporti i futbollit është art në vetvete. Art edhe art i vështirë. Përqendrohesh vetëm te arti, pra ca gjëra duhet eliminoheshin me kohë, sepse dëmtonin shëndetin e njerëzve direkt, pra se futbolli nuk është boks, që unë do me të vra ty.
boksi është sporti më i rëndë që ekziston. Po megjithatë Po edhe në boks lëvizjet janë kontrolluara patjetër, po futbolli është një lojë e cila duhet shijohet në fund ditës nuk është boks. Boksi është sport i rëndë. Po, është sport i rëndë, vetëm sport i rëndë. Domethënë është megjithatë, jo, dakord jam që është art, dhe art është, po nuk duhet bëhet teatr fare pastaj. Jo. Edhe kjo pastaj të kalosh na teatr fare, jo, ka një farë, shiko, ka i farë shpirti loje dhe ka i Maradona që i fustin 4 këmbshat, binte dhe çoi prapor burr. Nuk rrotullojnë fush si këta burra. Njerëz si Maradona binte, çoi prap fillon të vraponte. E kupton tash. Futbollisti Maradona. Këta i çikti prekësh bien shesh dum penallti tash. Dgjoj, futbollisti Maradona, Messi, mirë, është tjetër gjë, ashtu është. Beckenbauer, Cruyff, Van Basten, apo të Platini, domethënë to lindi shumë rrallë. Ashtu. Tani me thënë të drejtën, e di çfarë them unë ato minutat e fundit të shtesës e kam gjithmonë për kombëtarët, se unë vetëm kombëtarët shoh tani. Dua të tregoj me sinqert. Edhe them, "Më çuna bëni çik sikur bini, rrezonin fush." Ja, kjo është pasaj pjesa që fillon në minuta, se vetë verdi na im duket, që se evolon. Sistemi VAR tani se të kontrollon. Nëse dje ishte një arbitër që vendoste çdo gjë, tashi ka shumë kamera aty, i fusin vizën ato ka shumë gjëra që nuk lën njeri më me boj hile sot. E vërtet. Altin, ti nga Besa e Kavajës, shkove në Bundesliga apo jo? Pa. Në Bundesliga pas një karrierë të jashtëzakonshme, ti je futbollisti i parë nga Shqipëria që luan në Bundesliga? Më duket se po, ndoshta. Në Bundesliga mbas 90-s, domethënë, që u havën kufit, me sa më unë kam qenë i pari që ka marrë nga Shqipëria direkt. Futbollisti i parë Viola që luan në Gjermani.